Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave, sot fillon fushata zgjedhore dhe urojmë të gjithë pjesëmarrësve një proces demokratik, evropian dhe dinjitos. Falenderojmë pa mas të gjithë ata që morën pjesë mbrëm në konventën e beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim në arenën Boris Trajkovski dhe ata që na ndoqën përmes mediave. Angazhimi juaj dëshmon fuqinë e vërtet të popullit. Këto zgjedhje janë më shumë se zgjedhje lokale. Ata janë një referendum për të ardhmen e shqiptarëve. Askush nuk ka të drejtë të vendosë në vend të qytetarëve. Vetëm ata kanë fuqinë për të zgjedhur përfaqësimin që dëshirojnë. Ky është një drejtim i qartë. Legitimiteti dhe pushteti politik i shqiptarëve mbetet i pazavendësueshëm. Ne kemi qenë gjithmonë për zgjedhje të lira, të ndershme dhe me standarde evropiane. Legitimiteti i këtij procesi vjen nga pjesëmarrja masive, përballja e qartë e alternativave dhe informimi i qytetarëve mbi ofertën konkrete të secilit subjekt. Çdo tentativë për të manipuluar ose friksuar votuesit është e dështuar. Prishmëritë tona janë të qarta. Fitoria e Aleancës Kombëtare për Integrim do të jetë e madhe, absolute dhe simboli i fuqisë së shqiptarëve. Populli do të vendosë për rikthimin e dinjitetit dhe përfaqësimit të fuqishëm. Askush tjetër nuk mund të vendosë në vend të qytetarëve. Apelojmë për një fushatë të hapur, ku ide, argumente dhe programe të vërteta përballen në mënyrë transparente. Ne do të angazhohemi maksimalisht që qytetarët të vendosin lirshëm dhe me përgjegjësi për të siguruar legjitimitet të plotë të këtij procesi. Ju falenderoj. Počitovani građani, počitovani predstavnici na mediumite, danas započnuva izborната кампanja i im posakuvаме na site učesnici demokratski, evropski i dostoinstven izboren proces. Iskreno im благодариме на сите кои вчера учествуваа на нашата конвенција во аренада Борис Трайковски и на оние кои не следеа преку медиумите. Вашата ангажираност ја покажува вистинската сила на народот. Овие избори се повеќе од локални избори. Тие се референдум за иднината на албанците. Никој нема право да одлучува наместо граѓаните. Само тие имат моќ да изберат кој е нивниот представник. Ова е јасен правец. Легитимитетот и политичката моќ на албанците остануваат незаменливи. Секогаш сме биле за слободни избори, фер и со европски стандарди. Легитимитетот на овој процес произлегува од масовното учество, јасното соочување на алтернативите и информирањето на граѓаните за конкретна понуда на секој субјект. Секој обид за манипулација или заплашување на гласачите е осуден на неуспех. Нашите очекувања се јасни. Победата на Националната алијанса за интеграција ќе биде голема, апсолутна и символ на силата на албанците. Народот ќе одлучи за враќање на достоинството и силното представување. Никој друг не може да одлучува наместо граѓаните. Апелираме за отворена кампања, каде идеи, аргументи и вистински програми ќе се соочат транспарентно. Ќе се ангажираме максимално граѓаните да одлучуваат слободно и одговорно, со цел да се обезбеди целосен легитимитет на овој процес. Ви благодарам. Urdhoni pyetje, po velete prashë. A mi që ndrëm, Alianiti ka përdorur fjalën nënçmuese dhe pyese për shqiptarët, besoj. A do vazhdoni edhe më tej si parti me fjalë pyese apo do e ndryshoni edhe politikën? Mendoj që e keni keq kuptuar qëndrimin e zotit Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti shqiptarëve ju referua si shqiponja dhe ato fjalë nuk kanë qenë të dedikuara për shqiptarët. A kanë qenë për antarët e Vlenit? Ato fjalë kanë qenë të dedikuara për të gjithë vazalët të cilët i shërbejnë politikës VMRO-DFM-s. Kush janë vazalët? Të gjithë ata që i shërbejnë politikës VMRO-DFM-s. Kush i shërbejnë? Të gjithë ata që i shërbejnë. Po velet. Po velet. Të bashkëqeverisësh duke pasur mandatin e duke pasur verdiktin e popullit shqiptar dhe të jesh i përzgjedhur i VMRO-DPM-s si vazal nuk është gjë e njëjtë.
Ne kur kemi qenë në bashkëqeverisje me VMRO DPMN, kemi përfaqësuar popullin shqiptar dhe ai verdikt ka buruar nga vetë votuesi shqiptar. Domethënë, gjitha atributet ja koni plenit, po emri nuk e koni. Pse nuk e koni? Mendoj që është e qartë, të gjithë ata që i shërbejnë dhe janë në shërbim të politikave të VMRO DPMN-s. Po vërtet. Po reakcija около тоа што го слушнавме вчера од Али Ахмети со порака до ВМРО ДПМН дека со загари кучиња не може да се ловат орли денеска ВМРО и ви врати дека сте врапчиња, а не орли, одбивајќи дека по поразот кој што спредните го доживеете на овие избори нема да има простор ниту за коалиција, ниту за бланко отстап. Mislim дека ovaj stav na VMRO DPMN je poradi to što se naučeni во последниот период да соработува, да имат врапчиња покрај себе, но албанците не се врапчиња, албанците се орли. Кој беше намената со кучињата кои што ги Мислам дека председателот беше јасен. Албанците се орли и со кучиња не можеш да се фаќат и да се ловат орли. Мислам дека јасно беше комплетно. Благодарам. Një pyetje. Mbrëm të gjumeve disa thirrje për mbështetje të këtij grupit. Ai legjitimon koalicionin këto thirrje apo nëse jo, a distancohet për tyre? Ndoshta kanë qenë thirrje të personalizuara të ndonjë grupi të caktuar, nuk kanë qenë thirrje të organizuara nga vetë organizatorët e tubimit. Po jo, Može li ovo na makedonski ata grupin? Urdhroni se nuk ju doli. A keni nevojë si parti për ata grupin? Ky koalicion është i ndërtuar në bazë të përfshirjes së disa subjekteve politike dhe ne jemi të fokusuar në zgjedhjet lokale, në promovimin e programit ton, platformës ton dhe jemi të fokusuar në arritjen e rezultateve sa më të mira dhe sa më suksesshme të këtij koalicioni. Може ли на македонски околу извиците со полицията? Тие беа персонализирани некоја група од поддржувачи, не беше нешто организирано од страна на организаторите. Edhe një gjë, ju lutem po ju kthej prapë e para. Në gjykimin tuaj, a është e drejtë që fjalori tulet duke i qujtë kundërshtarët zagar, edhe pastaj ata juve me ndonjë epitet tjetër, a është kjo një ofertë e mirë për qytetarët? Ishte qëndrim më së i duhur në atë konvent, pasi që ne jemi për shqiptarët dhe shqiptarët janë shqiponja dhe u tha shumë qartë se shqiponjat nuk mund as të gjuhen dhe as të zihen me zagar. Me qenë se jemi në zgjedhjet lokale, a do t'jetë gjithë fushata me retorikë kombëtare në katën e etnitetit apo do ketë ndonjë ofertë më të mirë duke qenë ka mungesë dhe kanalizimit dhe të asfaltit? Të gjithë kandidatët në për komunat përkatëse janë të fokusuar gjithsesi në zgjidhje të problemeve lokale, në ofrimin e qasjeve dhe projekteve që janë me karakter lokal dhe në promovimin apo prezentimin e programeve zgjedhore të kandidatëve përkatës për kryetar komunash, padyshim që do t'i shihni të gjitha ato propozime dhe të gjitha ato çështje që kanë të bëjnë me problematikat lokale në kuadër të komunave tona. Ju falenderoj.